Unë jam shumë falenderuese për kryeministrin, për të gjithë kryesinë e partisë, sepse të jesh kandidat i Partisë Socialiste dhe në këtë moment kaq të rëndësishëm, në këtë mandat kaq të rëndësishëm, është jo vetëm përgjegjësi, por është edhe nder. Absolutisht që puna ka nisur, që ditën e parë me marrjen e detyrës si drejtuese politike në qark dhe deleguar në disa zona, edhe urbane dhe rurale, por mbi të gjitha shumë e rëndësishme të kuptojmë që nuk ka rëndësi ku jemi, ne jemi një forcë politike që flasim të njëjtën gjuhë dhe të i çojmë të njëjtin mesazh. Mesazhin që në datën 11 maj asnjë socialist, por jo vetëm, nuk duhet i mungojë ditës së votimit për të ardhmen e fëmijëve. Dhe besoj që këtë punë kam bërë në të paktën 8 javët e fundit, në të gjithë zonat ku unë kam qenë e përqendruar për delegimin politik. Ka qenë një sinergji shumë e mirë. Absolutisht 4 vitet në qarkun e Vlorës, dhe jo vetëm në momentin që mora votbesimin, por edhe në 4 vitet që pasuan, më mësuan shumë se çfarë do thotë roli i deputetit. Do isha shumë e lumtur që këtë rol deputeti tashmë të provuar me 4 vitet në qarkun e Vlorës t'i jepja edhe në qytetin e Tiranës. Në mandatin e 4 të qeverisjes socialiste kemi filluar një ndërgjegjësim shumë të madh me qytetarët për atë që është pasaporta evropiane. Dhe është një ndërgjegjësim me qytetarët, e thash pak më parë, dhe jo vetëm me forcën tonë apo anëtarët tonë të Partisë Socialiste, sepse mendojmë që kjo është një pasaportë që do i vlejë çdo shqiptari. Ata që jetojnë në Shqipëri dhe ata që janë sot jashtë vendit në emigracion. Është një proces integrimi që nuk ka nisur sot, është një proces integrimi i nisur prej kohësh, por është në finalen e tij dhe ne për 2 vjet mbyllim shumë kapituj, mbyllim të gjithë kapitujt, për filluar një rrugtim bashkërendimi të plotësimit të gjitha kushteve dhe mbështetjes financiare brenda familjes së madhe të Bashkimit Evropian për të arritur në 2030-ën një integrim në këtë familje. Dhe po vim absolutisht me detyra të bëra. Janë 3 mandate për të cilat kushdo që vjen jo vetëm në Tiranë, ku unë jam e deleguar politike siç edhe ju e theksuat, por edhe në gjithë Shqipërinë, shikoj një ndryshim rrënjësor në shumë aspekte, nga infrastruktura, në shëndetësinë, në arsim, në infrastruktura të këtyre të tyja të fundit, por edhe në bujqësi ku unë sot kam përfaqësimin administrativ si ministre e bujqësisë. Kemi një betejë të fundit, një betejë për të realizuar ëndrrën e çdo shqiptari në integrimin evropian dhe besoj që është një ëndër që do bashkojë gjithë shqiptarët pavarësisht bindjeve politike. Kështu që unë bëj një thirrje për të gjithë për të votuar Partinë Socialiste dhe ëndrrën e Bashkimit Evropian, e cila nga 2027 e deri në 2030 do të bëhet realitet me një mbështetje të qëndrueshme dhe financiare. Po, le të themi ku jemi sot dhe çfarë puna është bërë për gjatë këtij viti në raport me mbështetjen me financim për biznesin në bujqësi, sidomos në ndërtimin e infrastrukturave të rëndësishme. Vim nga një 10 vjeçar ku janë mbështetur me kredi të buta dhe me grante gati 1000 sipërmarrje. Këto në fusha të ndryshme, po veçanërisht në pikat e grumbullimit të përpunimit, janë 400 të tilla, 120 agroturizme. Dhe ishin pikërisht këto, të cilat mundsuan edhe një cilësi dhe një rritje edhe të eksporteve, dhe një vizualitet ndryshe të bërit bujqësi në zonat rurale malore, siç është ajo agroturizmeve sot. Mos të harrojmë ndërtimin e shumë sterave dhe stallave, gati 3 fishim i sipërfaqes në sera, dhe të gjitha këto me një mbështetje me financim, me kredi të butë dhe fondet e mbështetjes si buxhetore ashtu dhe të IPARD-it. Besojmë që jo vetëm me mbështetjen buxhetore aktuale, por dhe me ato të Bashkimit Evropian, ky cikël do të vazhdojë për të bërë të paktën edhe 1000 investime tjera në pika grumbullimi, në ndërtime të reja të serave, të stabilimenteve të kafshëve, në agropërpunim ku ne ende nuk kemi markuar atë certifikatën shqiptare, edhe pse kemi produkte shumë të mira cilësore, dhe në agroturizëm ku
Vërtet kemi sot 260, por ne synojmë 1000 agroturizme dhe besoj që edhe paketa e maleve, e cila synon rivitalizimin e këtyre zonave, por njëkohësisht jep lehtësi të konsiderueshme për 500 bizneset e para në secilën nga fushat, se nuk është vetëm agroturizmi që do të jetë paketa e maleve, është ndërtimi i stabilimenteve të kafshëve apo nëse ka zona për të cilat agropërpunimi ka hapësirë, të mundsoj një investim të rëndësishëm për biznesin shqiptar, i cili sot falë dhe mbështetjes me garancinë sovrane dhe me mbështetjen e financimit me skemat e kredive të buta, që është gati 250 milion euro të ofruar me 2% interes, do të mundsoj t'ja dali dhe për të realizuar atë objektiv që kemi, por edhe për të plotësuar kërkesën në treg. Nëse 10 vite më parë nuk kishte tregje ndërkombëtare të cilat pranonin produktet shqiptare, sot janë, kërkojnë absolutisht rritje të cilësisë, por ekzistojnë dhe janë të gatshëm të marrin produktet tona. Kështu që nëse ne fokusin e kemi ende të ndërtimi i infrastrukturave, rritjes kapaciteteve laboratorike, mbështetjes me financim të bizneseve, themi që ja dalim ta çojmë bujqësinë dhe ndërmarrjet bujqësore në atë nivel për të konkuruar denjësisht dhe me vlerë dhe me sasi. Po, është e vërtet që ka një garë me aktor shumë kompetitiv, pasi ka një numër të kufizuar për një numër të madh kandidatësh. Ne sigurisht jemi aty për të maksimizuar votën e Partisë Socialiste dhe për të shkuar përtej atij rezultati që kemi marrë gjithmonë. Por le të themi përtej kësaj ka një konkurrencë mes të gjithë aktorëve, të cilët kanë formatin e tyre të bërit fushat. Dhe absolutisht me respektin për të gjithë kemi një mesazh për të tejçuar, atë të Partisë Socialiste dhe të kandidatit që do i përfaqësoj. Mesazhi që unë tejçoj me të gjithë është roli i deputetit është roli i dëgjesës së problematikave, shqetësimeve, adresimit të tyre, qoftë në bërjen e ligjeve të duhura, por edhe në zgjidhjen e disa problematikave që nuk ka nevojë për ligj, ka nevojë vetëm për dëgjim dhe për zgjidhje të marrjes së një përgjigje. Kështu që unë jam aty me qytetarët, për qytetarët, dhe ky është mesazhi im, slogani im, nëse mund ta them, pasi ky mendoj është roli i deputetit. Dhe pavarësisht nga pozicionet ministër apo jo, roli i deputetit është ndryshe, është një detyrim shumë i lartë moral ndaj shumë votuesve, të cilët presin nga ty që të hapësh telefonin, të kthesh përgjigje, edhe sikur kjo përgjigje është negative, në bazuar në ligj, ta respektosh shqetësimin dhe problematikën. Gara bëhet me shumë aktorë, të cilët janë jo vetëm brenda një liste konkurrentësh të një force politike, që dhe kjo ka specifikat e veta, por bëhet me gjitha dhe duhet bëhet me forcat politike të tjera, qoftë ato tradicionale, për të cilat besoj që është shumë e qartë që paketa politike, ekonomike, mandatit të 4 të kryeministrit dhe qeverisë socialiste është shumë e qartë, është shumë konkrete, është e kalkuluar. Duke filluar nga fakti se si kemi marrë përsipër në mandatin e 4 të rrisim pensionin minimal dhe ta çojmë atë në 200 euro dhe atë mesatari në 400 euro. Kjo është bërë duke mbështetur në disa kalkulime, si në rritjen e pagave mesatare të gjithë sektorit, dhe atij publik dhe atij privat, që vjen si një premtim i mbajtur në mandatin e 3 dhe për ta çuar atë në 2030 dhe më lart, në ndërtimin e më shumë shkollave dhe qendrave shëndetësore, duke riorganizuar punën për ato qendra shëndetësore dhe arsimore të ndërtuara, për të krijuar një dinamizëm tjetër në qarkun e Tiranës në raport me after schooling apo shërbimin e transportit për fëmijët në qendër qark dhe në të gjithë Shqipërinë, dhe të krijuar mundësinë që edhe prindrit jenë pak më të qetë për lëvizjen e transportit të fëmijëve, por njëkohësisht dhe pjesën pas mësimit. Janë shumë gjëra konkrete për të cilat ne flasim me qytetarët. Kur vjemi përballë opozitës, ne flasim me shifra konkrete të kalkuluar, ndërsa pjesa opozitare flet me premtime shumë të
larta dhe jo me bazën e kalkulimit që duhet. Është e njëjta formule përsëritur nga 2021, unë atëherë kam qenë ministre e financave dhe e kam vënë re që është shumë më kollaj të premtosh kur s'ke bërë kalkulimet se sa kur je duke i bërë kalkulimet. Prandaj them që kjo garë përtej mandatit të individit si deputet me disforsave politike është një garë për program. Ne programe kemi të qartë të kalkuluar dhe duhet që ta vëmë përballë premtimeve të cilat janë shumë inflacioniste se sa me këmbë në tokë. Ndërsa për partitë e reja, sigurisht unë vi nga para jetës politike, unë kam bërë një jetë në shoqërinë civile, në sistemin bankar dhe mua më pëlqen që të ketë sa më shumë aktor. Konkurenca bën vetëm mirë. Dhe absolutisht dhe partitë e reja kanë rolin e tyre, krijojnë një dinamizëm tjetër, por dhe aty është e rëndësishme që të flitet me programe dhe jo vetëm me unë e individësh, sepse strukturat janë ato që vlejnë, programi është ai që vlen për të çuar përpara Shqipërinë drejt këtij progresi. Dhe një demokracie në parlament e cila në ato ditët tona të enjteve duhet të na ketë mësuar këto 4 vjet që jemi bërë të lodhshëm. Për qytetarët, ata duan ligje konkrete, duan diskutime konkrete dhe jo flak dhe karrike që digjen. Ne nuk kundërshtojmë asnjë proces, ne bëjmë detyrat çdo ditë në mënyrë rigoroze për të folur me sa më shumë qytetar. Kjo është detyra jonë. Dëgjojmë ankesat e tyre, mbajmë shënime dhe sigurisht dëgjojmë dhe kundërshtarin kur është e nevojshme për të korrektuar apo për të vlerësuar qoftë edhe pjesë të rëndësishme të ndikimit të një oferte që, siç e thash pak më parë, nuk është e kalkuluar dhe mund të krijojë një perceptim që forca politike do fitoj duke rritur pafund pensionet apo pagat. Në fund ditës ne themi çfarë kemi bërë, çfarë po bëjmë dhe ku do shkojmë, dhe kryeministri ka bërë shumë qartë gjithë prezantimet qark për qark, dhe flasim me çështje konkrete dhe duke ruajtur një stabilitet financiar të ekonomisë shqiptare. Mos të harrojmë, nderuar, që ne vim nga 2013 në të cilën jo vetëm borxhi publik ishte i konsiderueshëm, jo vetëm kishte një pjesë të konsiderueshme të kontratave të parealizuara dhe të pazbatuara, por na është dashur që këtë stabilitet financiar përtej tërmetit e pandemisë ta kthejmë në kuadrin makrofiskal më të mirë që mund të ketë edhe rajoni, edhe vetë Shqipëria në vite. Kështu që të premtosh dhënie parash pafund, pa bërë kalkulime, është sikur të prishësh këtë ekuilibër, i cili në fakt zhvillohet fal edhe zhvillimit ekonomik. Rritja e pensioneve, rritja e pagave vjen si rezultat i rritjes ekonomike, që ne parashikojmë në gati 4% çdo vit. Vjen si rezultati i sipërmarrjes, vjen si rezultati atyre 1000 investimeve në agrobiznese, agropërpunim, pika grumbullimi, agroturizëm. Pra ne thrasim absolutisht një paket mbështetje për atë që do të rrisi ekonominë, duke u mbështetur në vlerësime konkrete të shpenzimeve. Qoftë atyre infrastrukturore që absolutisht ju e shikoni sa shpejt është bërë të shkosh nga një zonë tek një zonë tjetër. Pra jemi me këmbë tokë. Kemi një objektiv shumë qartë të integrimit evropian, një detyrë të nisur 6-7 vjet para dhe shumë shpejt e finalizuar, dhe besoj që qytetarët din ta bëjnë diferencën. Prandaj them që ne sigurisht jemi ngar, po jemi ngar për projekte të bëra dhe të vijuara për të bërë në mandatin tonë të 4. Ne komunikojmë me qytetarët. Komunikojmë, siç e thash, programin. Dhe absolutisht për mua zonat rurale janë jo të njohura në qarkun e Tiranës, sepse gjithmonë gjatë gjithë punës jemi në një vit e gjysëm, gjithmonë ka qenë pjesa e zonave ku ndodh bujqësia intensive, apo ku ndodh agroturizmi, apo ku ndodh infrastruktura ujitje kullim, por gjithmonë kam parë statistikat e zonave rurale në Tiranë dhe kam thënë ku janë 1 milion rrënjullinj. Dhe tashmë po i shoh. Dhe po shikoj se sa akoma hapësirë ka pjesa e angazhimit me ekonomi rurale në Tiranë.
dhe vëmendjes së pushtetit vendor ndaj ekonomisë rurale në këtë aspekt. Kështu që kjo është më shumë për mua mua si ministre se sa për mua si deputete. Ndërkohë, për zonat rurale ka kërkesa që lidhen me infrastrukturën rrugore për të arritur në disa prej pikave të tyre dhe për qytetin është përmirësimi i infrastrukturës, sepse ju e dini shumë mirë që Tirana është zgjeruar shumë dhe ka shumë zona në Tiranë që edhe trafiku dhe mungesa e disa shërbimeve, sidomos ato imediate, çerdhe dhe kopshte, duhet të konsolidohen në planet që ka bërë bashkia, po thjesht duhet të finalizohen sepse ka një pritshmëri gjithnjë më të lartë aty ku ka dhe densitet më të madh popullsie. Prandaj kërkesat dhe ankesat e tyre janë jo vetëm legjitime, por janë edhe të nevojshme për t'u adresuar në një proces që shkon përtej fushatës. Unë gjithmonë e kam thënë që ne shkojmë, dëgjojmë qytetarët, po çfarë ndodh mbas datës së votimit. Dhe kjo ka qenë ajo arsye që më ka motivuar të shkoj çdo muaj në mënyrë rigoroze deri në Konispol. Gati një herë në 2 javë, unë shkoja në Saran, Delvin, Konispol dhe Finiq për të vijuar këtë punë në 4 vjet që isha deputete, sepse mendoj nuk do të më pëlqente që të shkoja dhe më thoshin na more votën dhe nuk erdhe më pas. Prandaj, kjo është një punë e deputetit që vijon pas datës 11, më shumë se sa në këtë moment. Në këtë moment do flasim për mandatin, flasim për profilin, flasim për individin, absolutisht, po mbi të gjitha për votën e Partisë Socialiste. Mbi të gjitha, unë do doja në profilin tim si deputete, si Anila, mendoj që jam aty për qytetarët me qytetarët dhe puna ime nis me një herë mbas votbesimit dhe është një punë e cila nuk lihet pa u ndjekur. Dhe ky është profili im që unë në 4 vitet e shkuara e bëra me shumë përkushtim dhe do doja që ta bëja këtë përkushtim për qytetarët e Tiranës në votbesimin 11 maj.